Të nderuar shikues, u rikthehem në pjesën e bisedës, ashtu siç paralajmërova edhe në hyrjen e emisionit, do të flasim për zgjedhjet e 7 qershorit, ndoshta më me fokus në atë se çfarë kërkon diaspora, me qenë se të ftuarin që kemi sot në studio vjen nga mërgata jonë, bashkëdhetarët tanë të cilët jetojnë në vende të ndryshme të Evropës dhe kudo në botë. Sot jemi bashkë me analistin politik Lulzim Veliu, i cili përveç pse jeton në Evropë, në fakt është shumë interesuar dhe i përcjell me shumë në kështu detajisht gjitha ato se çfarë ndodhi në Kosovë. Faleminderit shumë që je bashkë me ne. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zotri Veliu, kështu po e bëj pyetjen e parë. Ke ardhur me votu kësaj radhe fizikisht? Jo, unë kam ardhur për një javë, do të qëndroj në Kosovë, për punë private më tepër, ndërsa për të votuar do të votojmë në selinë e konsulatës që është në Dyzeldorf. Parajmë regjistrim për votim direkt në konsulat, pasi që një pjesë e mirë e atyre që votojnë me post, vetëm se edhe kanë filluar pra dërgimin e fletvotimeve të tyre, ndërsa unë jam regjistruar për të votuar në selinë e konsulatës së Kosovës që është në Dyzeldorf. Pyeta qëllimisht me qenë se shumë afër, shumë shpejt po vinë në fakt zgjedhjet. Mirë, tash ne edhe me punë tona që i kemi atje nuk i kemi të mundur që caktojmë pushime kur do, dhe ja që kësaj radhe rastisi kështu të jetë në të njëjtën kohë me zgjedhjet në Kosovë, pasi këtu tani më janë bërë të shumta edhe të shpeshta në Kosovë. E qartë edhe pse ndoshta jo fizikisht, sërish diaspora përmes votimit me post, përmes mundësisë për të votuar në konsulatat ku ata, në shtetet ku ata ndodhen, sërish janë pjesëmarrës në zgjedhje. Si e keni parë interesimin e madh të bashkëdhetarëve tanë për të marrë pjesë në zgjedhje për të votuar dhe për të përcaktuar ndoshta atë se kush edhe duhet ta udhëheqë Kosovën? Po, interesimi mërgatës për Kosovën, jo vetëm për zgjedhje, por për gjithë situatën në Kosovë ka qenë gjithmonë i madh, ndërsa kësaj radhe është vërejtur një regjistrim shumë më i lartë se herave të kaluara. Pra kemi ka thyer rekordin e vitit 2021. Këtë herë është thyer rekordi, sipas asaj që kam dëgjuar herën e fundit ka qenë 145.000 që janë të regjistruar për të marrë pjesë në votim, pasi që është një periudhë pak para pushime verore, pra pjesë e madhe mërgjimtarëve që ndoshta do të vinin për të votuar direkt në Kosovë, e kanë ndoshta të pamundur kësaj radhe, pasi që vetëm një muaj më vonë janë pushimet e rregullta që vijnë për çdo vit, dhe kjo ka bërë që numri atyre që janë regjistruar për pjesëmarrje apo për votën me post ka qenë shumë më i lartë se herave të tjera. Mbetet të shohim ditën e votimit, se megjithatë do të ketë edhe të tjerë që do vinë dhe do të kryejnë obligimin e tyre qytetarë edhe në për vendvotimet në Kosovë. Si po i shihni para fushatën, me qenë se kanë mbetur edhe 2 ditë për të nisur fushata zyrtarisht? Po pra, fushata zyrtare fillon pas 2 ditësh, mirë po në fakt Kosova në fushatë zgjedhore është më tepër se 2 vjet dhe nuk është se ka ndryshuar ndonjë gjë, domethënë i gjithë aktiviteti vetëm se është shtuar ndoshta edhe me disa emisione tjera televizive që kanë debatet dhe rreth zgjedhjeve dhe por në fushat, faktikisht Kosova është që sa kohë, pra zgjedhje pas zgjedhjeve, edhe pse arritën të krijojnë qeverinë, pra me zgjedhjet e fund vitit kaluar, u arrit të krijohet qeveria, mirë po ja që nuk ishte vullneti i asnjërs palë për të evituar këtë zgjedhje, për të gjetur një personalitet që do të unifikonte popullin, që do të ishte presidenti pranueshëm për të gjithë, dhe po na çojnë drejt zgjedhjeve të reja, pra zgjedhjeve të 7 qershorit që unë me gjithat jam shumë skeptik dhe nuk besoj që këto zgjedhje do t'jenë edhe zgjidhja e problemit. I kam dyshimet e mia se zgjedhjet e reja Kosova do t'ketë sërish edhe një herë në gjatë këtij viti, pra dikur në vjeshtën e vonë. Pra që do të kemi sërish zgjedhjen. Po pra në bazë të asaj. Pra i pa shpresë në atë që 7 qershori mund të sjellë zgjidhje. Definitivisht po, se është parë që prap janë të njëjtat subjekte, prap janë të njëjtit lider, të cilët
e kishin të krijuar qeverin, kishin institucionet e formuara, mungon të vetëm emri presidenti dhe nuk arritën të gjejnë rrugën për të ardhurit e një emër që do të ishte i pranuar për të gjithë dhe do të anashkalohej shkuarja në zgjedhje dhe thua se sikur të gjithë ishin të gatshëm për të shkuar, edhe pse sipas mendimit tim një pjesë e mirë e subjekte politike, kryesisht ato opozitare, nuk është se kanë bërë një gjë të madhe për ta bindur elektoratin pasi që ka qenë një periudhë shkurtër kohore, pra nuk është bërë, nuk kemi ndonjë reformë brenda subjekte politike, nuk kemi ndonjë personalitet që... Për në fakt, ka diçka ndryshe, kësaj radhe, zotri Veliu. Do t'jetë në garë ish presidenti Osmani, e cila është rikthyer në një farë forme në LDK, është partë se listës, a nuk e shihni këtë si risi? Ka diçka një risi... Se nuk ka marrë pjesë në zgjedhje që prej, ndoshta viti 2021. Është fakt se ajo, kemi disa ndryshime, kemi futjen e Partisë Socialdemokratike në garë, kemi tani edhe arritjen një koalicione në mes të një marrëveshje në mes të Partisë Demokratike dhe nisme Socialdemokratike. Pastaj është edhe rikthimi në garë ish presidentës, e cila vetëm nuk e ka provuar asnjëherë si e vetme në garë. Si bartse e listës kësaj radhe është? Kësaj radhe, po pikërisht është kjo bartse e listës që para 5-6 vitësh ikun nga lidhja demokratike e Kosovës, vetëm për të bërë presidente e Kosovës me lëvizjen vetëvendosje dhe gjithçka shau e fyu atë subjekt politik. Dhe tani, në momentin kur ajo nuk merr besimin, nuk merr votat e lëvizjes vetëvendosje, kërkon dhe sërish kthehet në subjektin të cilin paraprakisht e kishte shkatëruar dhe... E konsideroni që e ka shkatëruar? Po, definitivisht se kishte një ikje masive të elektoratit në vitin 21 nga lidhja demokratike e Kosovës. A mund ta kthej atë ikje të elektoratit? Jo, unë jam shumë i bindur që jo që nuk do ta kthej, ajo është një gjë që ka ikur dhe nuk kthehet më. Mirë po, këtu do shtrohet pyetja se ku janë parimet, ku është morali politik. Unë nuk i kuptoj edhe njerëzit brenda lidhjes demokratike të Kosovës se si pranojnë një personalitet i cili vetëm për të qenë i pari dikun i bëri këto taktizime politike dhe e pranojnë sërish në krye të listës së tyre, të jetë bartse e listës lidhjes demokratike. Këta nuk mund t'i kuptoj. Do të është ndërrisi i partisë para së gjithash? Kjo do të shihet me datën 7 qershor, që unë nuk mendoj se do të sjell diçka të madhe. Pastaj ne të gjithë e dim se gjatë mandatit së saj ajo vetëm presidente nuk ishte. Ajo ishte më shumë se gjithçka tjetër notere e subjekte e forcës kryesore politike e kryeministrit Kurti. Dhe në momentin që e posa ata nuk po japin votën për ta bërë presidente, tani del dhe na tregon për takimet e fshehta të zotit Kurti me Vučićin ose për kërkim qiraje për bën shtilin nga qeveria Kurti. Po ku ishte zonja Osmani deri sot? Pse nuk na i tha këto gjëra sa ishte presidente? Pra, të gjitha i ka bërë të gjitha lojra, këto lojra vetëm për interesin e vetë personal për një post që e dëshiron që edhe njëherë të jetë në krye të shtetit, për çka unë jam mëse i sigurt se zonja Osmani nuk do t'jetë presidente arshme. Nuk do t'jetë, Ja, unë jam mëse i sigurt se aja nuk do t'jetë presidente e arshme e Republikës Kosovës. As Abdi Gjiku nuk do t'jetë kryeministër. Unë e habitëm se si futën në garë këto figura politike, këta lider politik të cilët nuk kanë vizion, nuk kanë ide, sa kthehen mbrapa dhe për shembull kemi sloganin e lidhjes Abdi Gjikut kur thotë se ne po shkojmë për vjosën presidente e Abdi Gjikun kryeministër, gjë të cilin e kishte përdorur zoti Kurti para 6 vitesh. Çfarë sjell ajo sot? Ajo është një kopje, dhe kopja nuk mund bëhet asnjëherë më mirë se origjinali. Pra, kjo tregon se në çfarë deregje kanë shkuar ata si subjekt politik, por edhe zonja që pretendon të jetë presidente e ardhshme.
Bete të shihet ajo, Zotri Veliu, do doja të qëndronim edhe pak tek diaspora, me qenë se shihet që ka një farë betejë të partive politike kur vjen puna për me marrë sa më shumë vota prej mërgatës sonë. Shembull, ka shumë ndryshime, e shoh këtu një analizë të zgjedhjeve ndër vite, pra para vitit 2025 çfarë ka ndodhur pas vitit 2025. Pra shembull, po besoj ju e dini shumë mirë dhe keni votuar edhe atëherë, pra ka qenë para vitit 2025 ka qenë regjistrimi me post, me email, votimi veç me post. Pra, flet votimi është dërgu veç përmes postës në Kosovë, teksa tani, ndoshta nga ky interesimi i madh është bërë që regjistrimi të jetë përmes formularit online, modeli të jetë shumë kanalesh i votimit, pra të jetë përmes postës, përmes kutive postare jashtë Kosovës, përfaqësive diplomatike. Si ka ndruar forma e të votuarit, Zotri Veliu? Këto ndryshime janë bërë. I keni provuar ju besoj të gjitha. Këto ndryshime janë bërë qysh në vitin 21-22, nuk më kujtohet tamam, po është menjëherë pasardhës të pushtetit qeverisë Kurti 2, Kurti ishte shumë i shkurtër, në qeverisë Kurti 2, pra ishin vendime që janë marrur në atë kohë dhe prej votimit me post për diasporën, post e cila ka ardhur direkt në KQZ, në Komisionin Qendror Zgjedhor, është bërë mundur që posta të dërgohet edhe në përselit e ambasadave, por edhe votimin direkt në përselit e konzulatave dhe ambasadave tona. Është bërë një lehtësim, pra, që ju mundësohet bashkëdhetarëve tanë. Mirë, po kjo ndoshta është e vetmja gjë që është bërë për diasporën. Nuk është bërë asnjë gjë tjetër për diasporën. Nuk është bërë asgjë tjetër. Kërkohen vota. Pra është bërë çdo gjë që ata të marrin pjesë në zgjedhje, të votojnë, por nuk është bërë asgjë për ta. Jo, për ta nuk është bërë asgjë. Diaspora si mundsohet të votojë, por asnjëherë të votohet. Pra, edhe pse ka qenë kërkesë e kahmotshme e eksponentëve nga diaspora që të kenë mundësinë që edhe ata të votohen apo të kenë vende të rezervuara sikur që kanë shumë të tjerë në Kuvendin e Republikës së Kosovës, por një gjë e tillë nuk është mundësuar e në shumë raste dalin dhe thonë se ja ne kemi edhe kandidat nga diaspora, por ata të gjithë janë kandidat të subjekte politike dhe nuk përfaqësojnë interesat e diasporës. Ata përfaqësojnë interesat e subjekte përkatëse të cilat në listat e të cilëve tani më edhe janë si kandidat. Për ndryshim nga e kaluara, kur në zgjedhjet e vitit 21 kemi pasur takime dhe vizita të shumta vetëm nga lëvizja vetëvendosje, në periudhën e fundit kohore shihet një intensifikim i takimeve dhe i tubimeve elektorale edhe nga subjektet e tjera politike. Pra tani nuk bëhet fjalë vetëm për takime edhe televizisë vetëvendosjes në për diasporë, por kemi edhe nga Partia Demokratike, nga Lidha Demokratike, e po ashtu edhe nga Aleanca për Armërim. S'ka pasur më herët? Më herët kanë qenë, për mos thënë që s'ka pasur fare, kanë qenë shumë më të vogla dhe jo kaq intensive sa janë në këto 2-3 palë zgjedhjet e fundit. Për shkak që është parë se diaspora është në një platformë edhe përcaktuese për disa mandate shtesë. Pikërisht viti 21 bëri këtë ndryshim, pasi që ishte viti 21 kur u bë kthesa dhe ndryshimi i madh në Kosovë, pra me vetëvendosjen që erdhi në pushtet dhe në atë radhë në shumicën e vota, pra morën një shumicë të konsiderueshëm të votës së diasporës. Unë shoh këtu se kam analizën e zgjedhjeve që kanë bërë organizata Germin, dje madje kam pasur një trizë diskutimi, pra votat nga jashtë për subjektet kryesore kryesisht janë të drejtuar ka lëvizja vetëvendosje. Pra, a ka të bëjë kjo me organizimin, a ka kjo të bëjë me emocionin, ndoshta që kanë ditur ta përçojnë, si e shihni ju? Po, diaspora shqiptare në përgjithësi është e lidhur emocionalisht me vendin. Dhe këtë gjë ka ditur më së miri lëvizja vetëvendosje ta shfrytëzoj, dhe me politikat e tyre populiste kanë ndikuar të një pjesë e mirë e mërgatës që ata votën e tyre ta drejtojnë për lëvizjen vetëvendosje, duke u thirrur gjithmonë në veriun e Kosovës, me lirimin e ura, me ndërtimin e urave, gjëra të tilla, pasi që ata nuk jetoj në Kosovë. Pra ne përgjithsisht, po thëmë ne me që edhe unë vetë jetoj atje, dhe nuk i kemi problematikat që kanë qytetarët e Kosovës me arsimin, me shëndetësinë, me rrugët, me shumë probleme, apo edhe me energjinë që tani më është... Problemin cili vazhdimisht adresohet. Po pra, janë problematikat të cilat përballen çdo ditë qytetarët e Republikës së Kosovës, ndërsa te pjesa e mërgatës, të atyre votuesve të vetëvendosjes, është më tepër emocionale dhe ndikim i
politikave populiste. Emocionale, politikave çfarë thatë? Populiste. Populiste, se nuk e di pse më duk që dhe komuniste dhe Jo, isha duke keq kuptuar, po e qartë, zotri Veriu tani do të provokoj pak. A duhet që diaspora të votoj në Kosovë, a duhet të jetë ajo që vendosë për se çfarë ndodh me vendin tonë? Jo, unë mendoj se diaspora duhet votoj, por për të vendosur nuk e ka mundësinë për të vendosur. Por në fakt nuk është se ka pasur atë. Ja, se në një platformë po. Ndoshta në zgjedhjet e fundit në dhjetorin e vitit kaluar, ndikimi i votës diasporës ishte i dukshëm për arsye si një pjesë e mirë e elektoratit rezident në Kosovë, në një farforme i bojkotuan subjektet opozitare. Sipas disa informacioneve që kam, dikun të 100.000 votues kanë bojkotuar dhe nuk kanë qenë pjesë marrës në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Dhe ishte momenti kur pjesa e madhe e mërgatës vinë për pushimet e fund vitit në Kosovë dhe ata votuan të gjithë, që në numër të madh ishin për lëvizjen vetëvendosje, e ndoshta këtu kanë ndikuar që edhe mund të thuhet ndoshta ka qenë ndikimi i votës së diasporës. Mirë, po në fakt po të marrim në një analizë të përgjithshme, ndryshimin nga diaspora mund të vijë në 4-5 deputet, jo më tepër. Jo më tepër. Nuk e besoj. Varet se sa votojnë. Nëse bëjmë një statistikë të përgjithshme të votës vendore dhe të diasporës. Për që realisht ka ndikuar në rezultat, shembull, ka ndikuar në një rezultat të tillë siç ka qenë ky 50, mbi 50 se 1% tek lëvizja vendosje nëse flasim për zgjedhjet e fundit, po. E tham edhe pse ka ndikuar në zgjedhjet e fundit. Është shumë e mundur që edhe tani të kemi një bojkotim të njerëzve për arsye se bojkotim të kujt, zotri Veriu? Të qytetarëve, bashkëdhetarëve tona, apo të qytetarëve këtu? E Kosovës. Në Kosovë, po. Po se të gatshëm për shkuar në zgjedhje të gjithë, mirë po çfarë kanë bërë subjektet politike opozitare për të dalur fitues të këtyre zgjedhjeve? Se shihni asnjë që është përpjekur diçka. Nuk shihet asnjë gjë që është bërë duke filluar nga ristrukturimi, nga organizimet e brendshme, nga prurja figurave të reja, apo edhe çka duhet pranuar gjithku në demokracitë normale, subjekti që humb lideri ikën vetë, nuk pritet. Ndërsa të ne humbin, presin humbje tjera, e nuk janë të gatshëm asnjëherë që të marrin përgjegjësitë për humbje, se në momentin që ke humb, lideri duhet ikën. Por nëse analizojmë kështu, zotri Veriu, shembull, edhe kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka humbur disa zgjedhje për të ardhur sot në pushtet. Po edhe Albin Kurti është shqiptar sikur ne të gjithë. Nuk mund të bëjmë një dallim, domethënë është njësoj. Po për sot është në pushtet, ka qenë opozit për vite, ndërka që sot është në pushtet. Mirë po, a duhet dozuar me humbjen e 2-3 palë zgjedhjeve? Televizja vetëvendosje kemi pasur ngritje, domethënë se ne dim kur lëvizja vetëvendosje filloi garën ishte në 13-15 për shkuar te 30%, tani ka arritur 50%. Edhe atë duhet ta shohim, ndërsa të subjektet politike që humbin, kemi rasti konkret Lidhja Demokratike e Kosovës. Një subjekt që para disa vitesh kishte ndoshta edhe 50%, tani ka rënë në 12%, dhe askush nuk merr përgjegjësinë ato. Ka qenë momentum ndryshe ndoshta. Se politika më shumë ndoshta i përket momentumit. Momentumit humbsi jap dorëheqje. Jap dorëheqje, po ai kishte dhënë dorëheqje, po nuk ja pranuan delegatët. Ne me qenë se nuk kishte dhënë dorëheqje. Kishte ofruar. Ofruar është çështje tjetër. Ata që japin dorëheqje ikin, shkojnë. Ashtu siç e bëri Memli Krasniqi për shembull brenda Partisë Demokratike. Po ky ofrojnë dorëheqje dhe pastaj jo tha po e çojmë në këshillin e partisë, aty ku të gjithë njerëzit ishin të tij dhe tani për të shpëtuar veten e sjell Zorin Osmanin në krye të listës, që unë mendoj se kësaj radhe do të jenë humbset më të mëdha. Humbset më të mëdha. Sa nuk e pret që do të ndryshojë diçka, do të rritet Lidhja Demokratike e Kosovës. Unë nuk pres se do të ketë Lidhja Demokratike rritje në këto zgjedhje. Pse nuk e pret?
Çfarë është ajo që ju shtyp mendoni kështu? Gjitha ato rrethona që I thamë më herët për zonin Osmani dhe për ato lëvizjet e saj nga njëri në subjektit tjetër dhe ato interesat e saj të ngushta vetëm për pushtet dhe karrik e bëjnë që të mos si sjell vota Lidhjes Demokratike. Po në funditës a nuk janë gjithë interesuar për pushtetin? Për çfarë gawin? Pastaj është edhe një pjesë e mirë e antarëve të Lidhjes Demokratike që nuk e kanë dashur zonin Osmani të rikthehet në krye të saj. Nuk kanë dashur, po megjithatë u rikthye zoni Osmani. Po, është rikthyer se atë e deshti Lumir Abdigjiku, e deshti për të shpëtuar likurin e vet. Për të shpëtuar, por në anën tjetër, a është ky shpëtim I dyanshëm edhe I zonit Osmani dhe zotrit Abdigjiku, me qenë se në këtë rafsh po e bëni diskutimin? Një gjë të tillë sepse e përmendet në fillim, që zoni Osmani nuk u mat vet në zgjedhje, por u rikthye tek shtëpia e saj vjetër politike. Asnjëherë nuk është motor vet ajo. Asnjëherë nuk është motor vet. Një gjë të tillë do ta mësojmë me shtatë qershor. Normalisht atëherë gjitha përgjigjet do t'i marrim. Po pra. Marrim zotri Veliu. Të mos ndalemi veç tek LDK. Mirë, po të flasim pak edhe për PDK-n. Si e shihni aktivitetin e kësaj partije në këtë parafushat të këtyre zgjedhjeve? Ka pasur edhe zhvillime, po besoj I keni parë, ka pasur zhvillime para 2 javësh kur pati një lloj incidenti në Skenderaj ku përfshi edhe kryetari I komunës edhe zëvendës ministri I cili vjen nga lëvizja vetëvendose. Si e keni parë krejt atë diskutim që është bërë aty në ato ditë? Po, është e turpshme e gjitha ajo çfarë ka ndodhur. Dhe nuk na takon ne sot të merremi me gjëra të tilla 28 vite pas lirimit të Kosovës. Dhe të dalim me slogane thirrje kundër çlirimtarëve ose me thirrjes me emra si Sami Serbia. Ne mund të thojmë Sami kriminali apo I korruptuar apo gjithçka tjetër, mirë po Sami Serbia nuk është e papranueshme se një njeri që e ka kthyer pushkën Serbisë, ai nuk do të jetë me Serbi asnjëherë. Mund t'i bëjë 100.000 këqija të tjera, mirë po atë nuk do ta bëj asnjëherë. Pastaj ai intervenim që ndodhi duke dërguar njësi speciale, ishte diçka e egzageruar, nuk ishte nevojë sepse ai zoti Lushtaku është dorëzuar vetë në polici dhe për fat mirë nuk ka eskaluar situata, është mbyllur shumë shpejt dhe po jo vetëm ato, po është duke u parë kohën e fundit se është një tendencë e disa eksponentëve brenda lëvizjes vetëvendosje kundër njerëzve të luftës dhe të ushtrisë dhe kjo është e papranueshme. Duhet t'i ndajmë gjërat. Duhet të gjithë ata që kandidojnë për të qenë deputet apo nesër edhe në qeveri, duhet të dalin me programe dhe me projekte të tyre se çfarë do të bëjnë për Kosovën. E jo me sharje fyrje kundrejt atyre që ndoshta I kanë dhënë gjithçka nga vetja atyre për vendin. E qartë, dhe si e shihni këtë parti, ku e shihni, a do ta ruaj vendin e dytë, apo ndoshta mund të ketë lëvizje, le të këtë dalë ndoshta në vendin e dytë? Jo, një gjë të tillë nuk e dyshoj. Unë besoj që Partia Demokratike do mbetet sërish forca e dytë kryesore, pasi që ata kanë një elektorat stabil dhe nuk është që ka lëvizur edhe përkundër gjithë atyre turbulencat që ka pasur si subjekt politik, pra me ikjen e 2 liderëve kryesor të tyre, ata e kanë ruajtur në një farë forme këtë elektorat. Pastaj kemi edhe një marrëveshje të re të cila doli dje pra dhe u prezantua edhe nga zoti Hamza, që për mendimin tim është dashur një gjë e tillë të bëhet para zgjedhjeve dhe para verifikimit të listave apo në mënyrë që edhe eksponent nga nisma të ishin pjesë e listës së Partisë Demokratike. Por megjithatë u shpreh një mbështetje e nismës. Po definitivisht nisma dhe Fatmir Limaj shprehen mbështetjen e tyre për Partinë Demokratike. Po te fundit ata janë
pjesë nga është një bashkim normal, është këti natyrshëm, pasi ata të gjithë kanë qenë para një kohë kanë qenë pjesë ati subjekti politik dhe si të tillë i shoh si një bashkim normal në mes të dy subjekte politike. Mirë po mbetet të shohim se sa do t'jetë... Se vlerësoni ju këtë akt të Limajt, me qenë se ai nuk është pjesë e listës PDK-s kësaj radhe dhe megjithatë sërish vendos të ofrojmë mbështetjen e nismës votuesve që ka për PDK-n. Ndoshta zoti Limaj A del për te vetës? Zoti Limaj ka dashur kësaj radhe sikur edhe gjatë mandatit kur e fitojnë tri mandate, se i fituan tri mandate në Kuvendin e Kosovës, se ne do t'jemi të hapur dhe do të punojmë për interesin e kombit dhe do të ofrojmë gjithçka që është e mundur. E ndoshta me këtë gjest që e bëri, pra në këtë kohë ka dashur edhe një herë ta thët atë se ne të gjitha këto çfarë po i bëjmë për interesin e përgjithshëm e jo për një interes të ngushtë, qoftë vetjak apo dhe partijak. Mirë po unë mendoj se e gjitha kjo ka ndodhur pas kësaj lufte që është shfaqur njerëzve të luftës dhe të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Pra, po shihet se po kërkohet një bashkim i eksponentëve të luftë të ish ushtrisë lirimtare. E si nisma socialdemokratike, ashtu edhe Partia Demokratike janë forca që vinë pra nga krahu i luftës dhe ushtrisë lirimtare të Kosovës. Përmendet dorëheqjet, përmendet ristrukturim nëpër parti, vetmja parti që ndoshta e ka bërë këtë është Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Tani më ka një kryetar tjetër që është Ardian Xhini. Si e keni parë krejt veprimet e AAK-s duke filluar nga dorëheqja e Ramush Haradinajt deri tek kryetari i ri, deri tek kandidati për kryeministër, që është i ri e që është Ardian Xhini. Po unë uroj që si dhe figura të reja që i janë bashkuar kësaj liste. Unë uroj që kjo dorëheqje zotit Haradinaj të jetë dhe të mbetet e tillë e të mos na ndodh një rast siç të na përsëritet ai i Partisë Demokratike Shqiptare kur në moshën 80 vjeçare vjen e kërkon të jetë kryetar Sali Berisha. Unë uroj që një gjë të tillë të mos na përsëritet te aleancat e asnjë subjekt tjetër. Është diçka pozitive, është e mirë për të u parë dhe madje në analizë që është bërë shumë shpesh është vetëm një listë që nuk i ka të përfshirë ata që dyshohen për manipulime me vota, gjë që ndodhi në dhjetor 2025. Po, është gjë e mirë. Pse duhet të jenë ata pjesë? Derisa kanë manipuluar një herë, ata do të manipulojnë sërish. Dhe është gjë e mirë që një gjë e tillë është bërë. Mirë po, sa do të ketë ndikim te elektorati, është vështirë për të thënë, pasi zoti Xhinaj provohet për herë të parë si kandidat për kryeministër dhe si kryetar i aleancës tani, pra se ata kanë ndryshuar edhe me emër, jo vetëm me udhëhecin e partisë. Dhe betet të shohim se sa do t'jetë pozitive kjo dhe si do pritet nga elektorati shqiptar. Si e shihni aty diku rezultatin e 7 qershorit, a do të ndryshoj diçka nga i dhjetorit? Me siguri se do të ketë ndryshime, po jo substanciale, jo ndryshime që do të bëjnë të shembull, a bjen vetëvendosja nga rezultati që ka pas? Unë sipas mendimit tim mendoj se vetëvendosja sërish do të jetë forca kryesore, do të jetë e para, por nuk do arrijë 50%. Nuk e arrin. Nuk do të arrijë 50% dhe si e tillë do të kemi një problem më shumë. Pasi që fillimisht do të kërkohen votat për konstituimin e kuvendit, zgjedhjen e kryetarit, pra pastaj krijimin e qeverisë e për të shkuar te presidenti për çka këta na dërguan në zgjedhje. Pra, për këtë arsye unë e shoh se Kosova do të ketë edhe një palë zgjedhje në vjeshtën e vonë. E shihni këtë për shkak që nuk mund të marrë vetëvendosja mbi 50%. Jo vetëm vetëvendosja, po pa një koalicion të dy forcave kryesore është vështirë për të përmbledhur të gjitha këto probleme. Dy forcat kryesore për ty, cilat janë? Mendoj se dy forcat kryesore janë gjithmonë numerikisht kur themi kryesore, sipas numrave që arrihen. Në këtë rast mendoj se vetëvendosja dhe Partia Demokratike. Pra nuk e shihni asesi të jetë LDK në vend të PDK-s. Është mirë aty ku është, nëse nuk kalohet edhe nga aleanca tani.
Si e thoni këtë? Ju thatë se është vetëm subjekt që ka bërë reformë, kemi kryetar të ri, kemi kandidat të ri për kryeministër, ka mundësi që ata të marrin numër të vota për ta ndryshuar. Pra, vazhdimisht po diskutohet për pragun, zotri Veriu. Ja, pragu është për mendimin tim është i padiskutueshëm, ata e kalojnë. Unë mendoj se kësa radhë do të shkojnë deri te 7%. Dhe keni shpresë që edhe mund ta kalojnë pragun. Pra, zotri Veriu, në këtë diskutim, ju thoni që ne do të shkojmë në zgjedhje të reja sërish. Cila do t'jetë ajo arsye e shkuarjes në zgjedhje? Do t'ketë sërish ndoshta ofertë nga lëvizja vetëvendosje për LDK-n, për koalicion që do të refuzohet, më pas nuk do të arrijmë të formojmë institucionet? Si e shihni ju? Jo, unë them se ka mundësi që të shkojmë në zgjedhje sërish duke parë papërgjegjësinë e liderëve tanë politik. Po e kemi parë, që për viti 2025. Po pikërisht duke parë papërgjegjësinë e tyre, unë e dyshoj se do të detyrohemi që të shkojmë në zgjedhje të sërishme. Që i bie, nuk do të ketë koalicione. Po pra, nuk do të koalicione. Në rast se nuk do të ketë koalicione, nuk do të arrijmë të krijojmë institucione. Dhe mos krijimi të institucioneve, automatikisht shkojmë në zgjedhje të reja. Faleminderit shumë, zotri Veriu, që ishit pjesë e gazetës sot. Faleminderit, ishte kënaqësi. Mbetet të shihet se çfarë do të ndodhë sa përket rezultatit të 7 qershorit. Të nderuar shikues, ishim së bashku me analistin politik Lulzim Veriun, teksa tani do të kalojmë në një pjesë tjetër të gazetës, por para asaj